Përshëndetje, mirë se erdhat. Do t'isha vërtet shumë falenderuese në qoftë se më ndiqni, dhe të mos harroni që të ndizni dhe atë që është zilen aty, ndonë që të merrni dhe njoftime sa që bëj video të reja. Atëherë dhe më kam më tepër mundësi që të bëj video edhe më tepër dhe si rretoj të ndaj me ju dhe më tepër informacione. Pra, në këtë rast mbështesim edhe njëri tjetrin. Ndërkohë që nëse dëshironi që të prenotoni shërbimet të cilat unë ofroj, shërbimet me pagesë, këto mund t'i prenotoni nga numri i WhatsAppit, i cili mund të gjeni të gjitha platformat e mia, të gjitha profilet. Ju lutem më shkruani shërbimet të cilat unë ofroj, ose konsulte për më të themi që ofroj, janë analizë e hartës, mund të gjejmë orën e saktë të lindjes për të gjithë ata që nuk e dinë. Ndërkohë që mund të bëjmë edhe analizën e lidhjes, si dhe parashikimin në lidhje me tematikat e caktuara në të ardhmen ose zgjidhjen e tyre problematikave. Fillojmë me njëherë tek ndikimet që ka Hana e plot. Është në datën 31 maj, do të jetë në orën 10:44 minuta e 55 sekonda, pra afërsisht në orën 10:45. Hana e plot do të jetë tek shenja e shigjetarit dhe do të jetë vendosur tek një yll fiks i cili quhet Antares ose Anti-Ares, duke qenë se ngjyra e Antaresit për këtë ylli fiks është e kuqe. Në të njëjtën kohë, kjo është një hënë e plotë e cila do të aktivizojë edhe 3 nga kalorësit qiellor. Ne kemi 4 kalorës qiellor ose kemi 4 kryeangjët e qiellit, ndërkohë që nga kjo hënë e plotë do të aktivizohen 3 prej tyre. Pra, kjo është një nga hënët e plota më të fuqishme sepse ka një aktivizim vërtet shumë agresiv të qiellit në këto momente ose gjatë asaj hëne të plotë. Prandaj dhe ndikimet janë shumë të fuqishme, janë shumë të furishme më të themi, duke qenë se hëna do të jetë vendosur tek ylli fiks që sapo përmenda quhet Antares dhe kjo do të thënë që kemi shtim vërtet shumë të madh të agresionit dhe të luftës, pak më tepër që është në ndikimin edhe të feve në përgjithësi ose të besimeve. Kjo do të thënë që fet mund të luajë një rol shumë të rëndësishëm në rritjen e agresionit në këtë moment ose besimet, fanatizmi, gjë që mund të çojë edhe në përçarjen edhe të mëtejshme të shoqërive. Është roja e lindjes roja e perëndimit në të vërtetë Antarese dhe duke qenë se dhe dielli do të jetë vendosur tek ylli fiks që quhet Aldebaran dhe siç e thash është ylli fiks tjetër i cili është përfaqësuesi një prej kalorësve qiellor. Ky është kryeangjëlli Michael ose Mikael dhe është roja e lindjes. Kjo do të thënë që kemi një luftë të dukshme midis lindjes dhe perëndimit, tekjes dhe lindjes, dijes dhe paditurisë, dritës dhe errësirës. Prandaj është një nga hënët e plota më të fuqishme. Mund ta kemi vënë që tani që kemi një rritje shumë të madhe në agresion, duke qenë se ndikimet e cikleve të hënës fillojmë që të ndijmë që më përpara, pak më tepër që hëna e re e cila ishte tek shenja e demit në datën 16 maj ishte një nga ndikimet më të fuqishme që kishim gjatë muajit maj, sepse fillonte një cikël i cili prekte fëmijët, prekte në mënyrë të dukshme edhe marrëdhëniet që ne kishim me materien poshtë në matë shpirtërore, ndërkohë që kjo hënë e plot do të jetë kulmimi i këtyre tematikave, si edhe përçarja për këto arsye më të themi mund të bëhet edhe më e madhe. Ndikimi më i rëndësishëm gjatë asaj hëne të plot është, siç e thash, ndarja tashmë në 2 grupe ose thellimi edhe më tepër i dualitetit që ka të bëjë me personat që do të zgjedhin dijen dhe ata që do të zgjedhin errësirën ose paditurinë, sepse dija dhe drita është e njëjta gjë. Kjo do të thotë që do të ketë shumë persona të cilët do të zhyten edhe më tepër në fanatizmin e tyre, madje për ta mbrojtur këtë mund të vëmë edhe një rritje shumë të madhe në agresion. Siç e thash, në qendër të gjitha këtyre është feja. Të gjitha llojet e feve, nuk ka se cila janë këto, është i njëjti konstrukt, është i ndërtuar në këto momente për të mbajtur njeriu pak a shumë të lidhur drejt një fanatizmi ose drejt një për ta mbajtur brenda kushtëzimeve të cilat në të vërtetë e pengojnë që të krijojë lidhjen e tij vetvetiu me hyjnorën, prandaj automatikisht këto lloj tematikash mund të thellohen edhe më tepër. Kjo do të thotë që të gjithë personat të cilët
kanë të vështirë që të heqin dorë nga këto lloj kushtëzimesh, mund të bëjnë persona vërtet shumë agresiv, që mund të vjetë re edhe në rritjen e luftës që është bërë në këto momente në botë. Ndonë se nuk është se jepen më lajme, vazhdojmë që të kemi një luftë shumë të acaruar edhe në Gaza, vazhdojmë që të kemi një luftë shumë të acaruar pothuajse në shumë pjesë të botës. Lufta në Ukrainë dim që vazhdon e të tjerë. Pra gjithë bota po vlon në këto momente, ndërkohë që kjo hanë plot është vërtet kulmimi i të gjitha këtyre. Do të ndahen pra, tashmë do të kuptojmë edhe ne se çfarë do të po bëhet. Dhe dua më pozdohem ne do të zgjedhim një anë. Këtë thash edhe sot kur ishte tek CNN, por përsëris. Në qoftë se nuk zgjedhim një anë, prap do të thotë që e kemi zgjedhur, sepse në momentin që nuk reagojmë kundër padrejtësive, do të thënë që edhe ne po e mbështesim atë lloj padrejtësie, si rrjedhoj, kemi zgjedhur anën tonë. Në këto momente që të jemi të drejtë është kusht. Drejtësia në këto momente do me thënë që duhet jemi të ndershëm, do me thënë që nuk duhet të gënjejmë. Kjo gënjeshtër do me thënë edhe gënjeshtër të bardha tashmë nuk na lejohen më. Duhet jemi vërtet shumë të sinqert edhe ndaj vetes tonë, po ashtu edhe ndaj ambientit që na rrethon. Ndonë se është një ndikim vërtet shumë i lodhshëm. Nga ana tjetër, shoqëria do të spastrohet goxha mirë, sepse do të kuptojmë vërtet se kush janë ato kokat të cilat ngatrojnë gjë. Prandaj edhe kemi edhe mundësi që t'i heqim ose të mbajmë një lloj distance dhe të ndërtojmë një lloj dinamike shumë më të shëndetshme, normal që nuk është e thjeshtë, sepse që thash, personat të cilët janë fanatik ose që në këto momente janë në atë kushtëzimin e besime. Po them besime, por kjo nuk do të thënë thjesht se është e lidhur me fen, domethënë vërtet që mund të kemi besime edhe në lidhje me shkencën, por shumë ajo mund të ushtërrohet në lloj feje. Si rrjedhoj, personat të cilët janë shumë të kushtëzuar dhe nuk dojnë që të dalin jashtë botës së tyre, sepse këtu kanë përfitimet të tyre për një arsye ose për një tjetër, normal që mund të bëjnë shumë agresiv dhe mund të dëmtojnë edhe më tepër rrjedhën e jetës në këto momente. Nga ana tjetër, siç e thash, në qoftë se ne si popullat, si shoqëri jemi më të vetëdijshëm, kemi edhe mundësi që ta avancojmë përpara. Tani për Shqipërinë kjo është një ndikim shumë i fuqishëm, pse? Sepse dielli të vërtetë do të jetë i vendosur mbi ascendentin tonë, ndërkohë që Shironi është i vendosur mbi hënën tonë. Si rrjedhoj, në këto momente popullsia në Shqipëri, njerëzit, populli pra, është vërtet shumë i ndikuar. Ndikimi më i madh është se do të vijë re një problem përse përket jetëgjatësisë. Masat që do të merren me vërtetë në mënyrë drastike për të rregulluar mirëqendjen e popullit mund të anashkalohen, si rrjedhë mund të kemi më tepër prapë në aksidenteve, duke qenë se agresioni është vërtet shumë i lartë, kjo na bën më të pavëmendshëm dhe kjo mund të hap rrugën e aksidenteve që e bëm re edhe sot. Është si efekt i të gjithë ndikimeve që do të vëmë re nga kjo hënë plotë, kulmimi siç e thash është në fundjavë. Ndërkohë që Antaresi, i cili është i vendosur hëna, është edhe një yll binar, që domethënë kemi dy yje që vërtiten rreth njëri tjetrit. Kjo domethënë që ngjarjet vijnë 2-2, nuk është se vjen vetëm një, domethënë nëse ka ndodhur një fatkeqësi, automatikisht pritet që të vijë edhe një tjetër që është pak a shumë më e fshehur dhe rezultati ose pasojat e saj i kuptojmë vërtet shumë vonë. Për këtë arsye që të jemi të vëmendshëm ka rëndësi, ndërkohë që Antaresi, kushti i tij është që të jemi të qetë dhe të mos reagojmë në mënyrë impulsive, duke qenë se në këto momente kemi një kënd negativ midis Marsit dhe Plutonit, kjo bëhet vërtet shumë e vështirë. Gjithsesi, duhet të zgjedhim dritën. Kjo është këshilla e vetme që mund të jap në këto momente. Pra të mendojmë mirë përpara se të veprojmë. Jemi persona të cilët zgjedhin vetëdijen dhe jo kushtëzimet, ka rëndësi. Madje mund të them që është kushti më i rëndësishëm i kësaj hëne plotë. Nga ana tjetër kemi edhe një aktivizim shumë interesant, i cili është kalorësi tjetër, kryeangjëlli Gabriel. Është një nga karakteret më pozitiv që kemi në astrologji, duke qenë se na çon vërtet drejt njohurisë hyjnore. Kjo do me thënë që lidhja që kemi me shpirtin është vërtet shumë herë më e fuqishme në këto momente. Të gjitha këto trazira që po ndodhen në botë, në të vërtetë, arsyeja që po ndodhin është që ne të krijojmë atë lidhjen tonë shpirtërore. Përsëris kemi disa kohë që
Faktikisht kjo është ashtu për mundoj që të kuptojmë. Kjo është edhe arsyeja që po preket edhe besimi edhe feja. Në mënyrë që ne të fillojmë që të bëjmë atë lidhjen hyjnore, ta bëjmë vetë vetiu, të jemi më të vetëdijshëm për brenda në lidhje me veten tonë, me identitetin tonë. Kjo do të thotë që në këto momente kemi aftësi vërtet shumë të mëdha që lidhje shpirtërore, pra të kryejmë edhe më thjesht, pak më tepër që kemi mundësi që marrëdhëniet që kemi njëri tjetrin ti forcojmë edhe më tepër. Arsyeja e kësaj është se lidhja me kolektivin forcohet në mënyrë të dukshme. E ndjejmë pak a shumë në mënyrë sektive, pra se si mund të ndihmojmë njëri tjetrin, se si mund të mbështetemi tek njëri tjetri. I vetmja gjë që do të na pengojë, që na pengon, është kushtëzimi që kemi deri tek besimet ose tek dituritë, në thonjza, të cilat janë të gabuara. Ndikimi që kemi tek shoqëria, një në rreth të parë, siç e thash, kushtëzimet e besimeve, kushtëzimet fetare, apo edhe të njohurive, diturive të gabuara, në këto momente janë vërtet ato që na mbajnë mbrapa dhe të cilat mund të shkaktojnë edhe luftra të mëdha ose agresion brenda popullatave së shoqërisë. Në Shqipëri ndihet vërtet shumë, duke qenë se masat që duheshin marrë në përgjithësi nuk janë marrë, prandaj dhe mund të kemi edhe një rritje në aksidente siç e përmenda. Por kjo nuk është vetëm brenda Shqipërisë, edhe pse ne mund të jemi një nga popujt që ndërtojmë më tepër, vije tre në komplet botën. Nga ana tjetër mund të kemi edhe ndryshimin e disa udhëheqësve ose të ndryshimin të mënyrës së udhëheqjes, ose kalimin në një sistem më të rrept, ose në disa vende kjo mund vije tre që mund të zbutet në mënyrë të dukshme. Normale që vendet ku do të bëhet më rrept, do të jenë vërtet shumë herë më tepër problematike, mund të marrin më tepër lehme në lidhje me to, ndërkohë që në shtete ose në vende ku do të zbutet ose do të bëhet më humane udhëheqja, mund të kalojnë pak më të paditura, pra. Pak a shumë që bota do të ndahet bardhë dhe zipra, po i themi në këtë mënyrë, duke qenë siç e thash, është lufta midis dritës dhe errësirës. Se çfarë kemi bërë, që se periudhë do të kuptojmë pak më vonë, do të jetë periudha e gushtit. Ndonse në këtë moment e ndjem veten vërtet shumë të sforcuar, ai që shoh për shembull mund të kaloj disi më thjesht dhe është pak a shumë një periudhë pushimi drejt që na çon drejt gushtit, sepse muaj korrik dhe gushti këtij viti do të jenë vërtet të vështira. Kemi ndihmë vërtet shumë të madhe, e cila vjen në mënyrë pothuajse të papritur, pra një lloj siç vinin problemet, në të njëjtën mënyrë vjen edhe ndihma në mënyrë të papritur. Në përgjithësi, personat që bëjnë më tepër ndihmë e shoqërisë në këto momente janë femrat, sidomos organizatat që kanë të bëjnë ose në ndihmën kundrejt femrave, ose që janë të udhëhequra nga femrat, do të jenë organizatat që vijnë më tepër në sy në këto momente dhe janë pak a shumë ato pilarët ose shtyllat të cilat do të bëjnë shoqërinë në këmbë, sepse në këto momente gjithçka pak a shumë është në rënim me sipër, në mënyrë të kryej diçka më mirë, gjithmonë qëllimi është të ndërtojë diçka më mirë, them gjithmonë, por ky është një ndër momentet ku po përjetojmë rënimin. Nga ana tjetër, vëmë re që personat të cilët ja dalin ban, pra që nuk bien prej kushtëzimit ose zgjedhin dritën në këto momente, të fillojnë që të bëjnë re një rritje në rehatin, në begati, madje edhe në luks në disa raste. Mund të kemi fitime të shumta nga trashëgimia, por kjo trashëgimi është e merituar, por i përsëris personat të cilët zgjedhin njohurinë, diturinë dhe zgjedhin që të mbështesin njëri tjetrin, ato do të bëjnë re shumë më tepër edhe ndihmën që vjen nga sistemi. Kjo sepse kushti më i rëndësishëm është të jemi të drejtë, pra nëse ne zgjedhim anën e gabuar, pra zgjedhim padrejtësinë që t'i mbështesim ato, qoftë edhe duke qenë spektator, automatikisht edhe sistemi ne na ndëshkon. Ndërkohë që personat të cilët zgjedhin që të bëjnë drejtësi, automatikisht do të shpërblehen nga sistemi. Do të kemi ndryshime shumë të mëdha meteorologjike në këtë periudhë. Këto ndryshime mund të na çojnë edhe në fatkeqësi. Nuk po them se do të kemi shirat, edhe pse mund të kemi ato. Këto ndryshime meteorologjike mund të jenë më tepër ndryshime të cilat janë ulje ngritje të temperaturave, ose mund të kemi dhe vërtet probleme me tokën, me dheun, në disa raste edhe me ujërat. Kjo duke qenë se është vërtet komplet qielli i aktivizuar në këto momente, se nga vijnë këto fatkeqësi, për fat të keq, nuk dim se si dallojnë tamam, nga çdo gjë mund të ndodhë, pra. Aty ku kemi qenë
të pavëmendshëm që nuk e kemi krijuar ashtu siç duhet, do të fillojnë që të shikojnë rënime. Pra, si rrjedhoj, kjo mund të vjetre edhe në rrugë, mund të vjetre edhe nga tërmetet të vogla, që jo të forta, tërmetet të vogla të cilat mund të prishin strukturat mbajtëse, si për shembull ura e të tjerë, dhe kjo mund të shkaktojë edhe dëme të rëndësishme tek njerëzit. Të gjitha këto na detyrojnë që ne të shikojmë vërtet atë se çfarë kemi ndërtuar deri në këto momente. Pra, se sa e saktë është ajo çfarë kemi ndërtuar dhe cilat janë masat që duhet të marrim. Por përsëris në këto momente të reagojmë, të fillojmë dhe të përdorim trurin ton, ka shumë rëndësi, të mos harrojmë që nuk është se do na kërkon njëri taksa domethënë për të përdorur trurin, ne kemi falas, të vazhdojmë të përdorim për sa kohë e kemi të tillë. Në lidhje me mjekësinë, është një hënë plot e cila ka ndikim pozitiv, ka vërtet një ndikim shumë pozitiv, duke qenë se gjatë kësaj hëne të plotë kemi Jupiterin, që është drejtuesi i kësaj hëne të plotë, vendosur tek një fiks që quhet Prokion. Prokioni është një nga yjet të cilat sjell vërtet shërim, kura shumë të shpejta dhe zhvillim shumë të përshpejtuar të gjithë teknologjisë që ka të bëjë me mjekësinë. Prandaj dhe në përgjithësi do të kemi ndikime pozitive, duke qenë se është vendosur tek shenja e gaforës. Kjo do të thotë që ndikim ato çfarë ndikon më tepër shenja e gaforës, domethënë pjesa e gjoksit për shembull, do të jetë shumë më tepër aktive. Pra, sidomos ato që kanë të bëjnë me kancerin dhe kanë të bëjnë me pjesën e gjoksit, pas në këtë rast femrat do të ndikojnë më tepër, do të kemi zhvillim vërtet shumë të shpejta pozitive. Problemet që mund të shkaktohen nga fisi, problemet të cilat mund të shkaktohen nga ligji ose që të jenë të shkaktuar nga besimet ose nga fet. Fal këtij Jupiteri, nëse ne jemi të vetëdijshëm, ky është kushti, siç po vini re, jemi të vetëdijshëm dhe zgjedhim që të kemi drejtësi, kjo qoftë edhe kundrejt vetes tonë, atëherë automatikisht na shpërblet në mënyrë të dukshme, sepse marrim një ndihmë vërtet shumë të madhe nga shoqëria. Në përgjithësi ndihma vjen nëpërmjet femrave. Vazhdojmë që të jemi në një periudhë ku femra luajnë rol shumë të rëndësishëm në krijimin e shoqërie të shëndetshme, edhe gjatë të plotë do ta vëmë re këtë gjë. Gjithsesi, pavarësisht gjinisë, domethënë, në përgjithësi do të vijë ndihmë nga shoqëria. Nga ana tjetër mund të kemi edhe skandale, këto bëhet fjalë në lidhje me më tepër personat të cilët janë në krye udhëheqës ose të famshëm të njohur, sepse mund të marrin vesh që disa situata janë krijuar ose disa probleme janë zgjidhur si rrjedhoj e favoreve seksuale që kanë ndodhur midis këtyre njerëzve. Prandaj dhe mund të kemi disa ndryshime të dinamikave shumë të rëndësishme. Por përsëris nuk është thjesht tek udhëheqja, mund të bëhet fjalë edhe në lidhje me personat e famshëm, të cilët në të vërtetë kanë një impakt shumë të madh në popullat, në shoqëri. Nga ana tjetër, në lidhje me shëndetin, kjo hënë plot, për fat të keq, kemi ndikime shumë të fuqishme tek rrugët kardiovaskulare. Është një ndikim shumë i fuqishëm sepse duke qenë se kemi një hënë të plot tek ylli fiks që quhet Antares dhe prek zemrën e akrepit. Kjo do më thënë që personat të cilët i kanë rrugët kardiovaskulare të dobta automatikisht ndikohen. Mund të kemi një rritje për këtë arsye edhe të infarkteve gjatë kësaj periudhe. Dhe personat të cilët nuk janë kujdesur për trupin e tyre ose që e kanë sforcuar në disa raste trupin e tyre, për fat të keq, mund të bëhet fjalë edhe për personat të cilët kanë abuzuar si me lëndet narkotike, po ashtu edhe personat të cilët kanë abuzuar për shembull edhe me steroide, si bodybuilding e të tjerë, edhe këta mund të jenë personat të cilët do të jenë vërtet shumë të prekur nga këto lloj problemesh. Në qoftë se jeni personat të cilët keni pasur një abuzim të tillë në jetën tuaj, do t'ju këshilloja me ngunj që të shkoni te doktori dhe të merrni masa. Kemi ende mundësi, e kemi këtë aftësi, pra duke qenë se hëna e plot do të jetë datën 31 maj, kemi një javë përpara që të marrim masa. Dhe në qoftë se keni këtë lloj sëmundjesh pra në familjen tuaj, gjithmonë duhet jemi në kontroll, por në këto momente edhe më tepër. Nga ana tjetër mund të kemi edhe helmime, duke qenë se është akrepi, shenja akrepi pra, zemra e tij.
Kjo do më thënë që të gjitha ushqimet në këto momente do t'jemi vërtet shumë të kontrolluar se çfarë konsumojmë. Mund të kemi edhe ndikime tek marrëdhëniet në çift. Marrëdhëniet në çift në përgjithësi janë, ose më thënë problemet që mund të dalin tek marrëdhëniet në çift në përgjithësi janë brenda për brenda, çiftet të cilat kanë dyshime brenda tek vetë njëri tjetri pra. Dyshime në lidhje me tradhtimin më tepër. Këto janë tema të cilat mund të bëhen edhe më të zjarrta në këto momente, si edhe mund të krijojnë edhe probleme të rëndësishme. Kur them probleme të rëndësishme, vërtet që mund të arrijnë deri në dhunë ose në disa raste edhe në vrasje pasioni. Prandaj dhe duhet jemi të gjithë të vëmendshëm, të kujdesshëm. Nëse e dini që një çift i tillë ekziston rreth rrotullush, mund të sigurisht asaj periudhe mundoheni që të mbani më gjatë ftohtë, pra të qëndroni afër, në mënyrë që ta kalojnë këtë periudhë me sukses. Nëse ju duhet të ndahen, pra, sepse asnjë gjë nuk ka vlen për të dhënë jetën. Këto ishin ato çfarë kisha për të thënë për këtë anë të plot. Si e thash dhe përsëris, këtë video mund ta gjeni tek kanali im YouTube-it. Emri i kanalit YouTube-it është Astrologe Denisa Shyle. Do t'isha vërtet shumë falenderuese në qoftë se më ndiqni. Vetëm mos harroni që të ndiqni dhe atë që është zilen aty, në mënyrë që të merrni edhe njoftime sa që bëj video të reja. Faleminderit edhe një herë. Nëse dëshironi informacione për te këtyre, mund të merrni gjithmonë edhe konsultën tuaj personale. Për ta prenotuar këtë konsult, mund të më shkruani nga numri i WhatsApp-it, të cilët mund ta gjeni tek të gjitha platformat e mia. Faleminderit. Pafshim.